Përshëndetje të nderuar miqtë mi. Ja ku po ritakohemi ditën e sotme me historinë e radhës. Një histori që do t'ju befasoj të gjithëve. Një histori që do t'ju lërë pa fjalë. Fatkeqësisht, nga historia shqiptare kemi mësuar që shqiptarët mes njëri tjetrit apo vllau me vllau në shumicën e rasteve shkatrojnë familje për të vetmin fenomen. Dhe fenomeni vetëm që kohën e fundit po shkatron familjet shqiptare, më falni, më duhet ta them publikisht, është prona. Dhe rrëfimi që na ka mbritur në redaksin ton, historia që na ka mbritur sot, bëhet fjalë për një pronë. Nuk e kisha menduar kur që dita do të vinte. Dita kur vllau im, gjaku im, njeriu me të cilin kam ndar bukën e fëmijërisë, do të më kthente shpinën. Ne ishim gjithmonë bashkë, rriteshim në të njëjtën shtëpi, ndanim të njëjtën dhomë, të njëjtën ëndër, që familja jonë të qëndronte gjithmonë e bashkuar. Por sot ajo ëndër është të thyer në copëza. Për çfarë? Për një pronë. Një copë tokë që nuk vlen as sa kujtimet tona. E megjithatë, u bë arsyeja që ai të mos më flasë më në jetë. Gjithçka filloi pas ndarjes së babait nga jeta. Ai na la një shtëpi të vjetër, pak tokë edhe shumë kujtime. Unë nuk doja asgjë. Doja vetëm që gjërat të ndaheshin me drejtësi. Që secili prej nesh të ketë pjesën e vet. Pa hidhërime në asnjë mënyrë. Por vëllau im ndryshoi. Fjalët e buta u kthyen në heshtje. Pastaj në ftohtësi, dhe e kuptova që nuk ishte më ai njeri që unë e njihja. Ishte njeriu që ishte ndryshuar rënjësisht për hatër të paras. Një ditë më tha, mos më përmend më as shtëpi, as pronë. Nuk dua të të dëgjoj. Të gjitha janë të mijat. Ajo ditë më theu shpirtin, sepse nuk fliste më vllau im. Fliste zemra e mbushur me lakmi dhe urrejtje. Kur lindi vajza ime, zemra më mbush me dritë, do të vinte xhaxhi ta takonte, do të vinte familja. Kisha shpresuar që ndoshta ajo voglushe do t'ishte ura që do t'na bashkonte sërish. E ftova me zemër vllaun tim. I dërgova fjalë për nënën. E mendova se do të vinte, të paktën për hir të gjakut. Por jo, nuk erdhi. Më vonë e mora vesh se ai nuk e lejoi as nënën time që të vinte në festën që unë kisha organizuar. Ajo qau në heshtje edhe më tha vetëm 2 fjalë. Biri nënës, mos e merr për keq. Zemrat tuaja tani janë ftohur dhe nëna përvlohem për këtë gjë. Por si të mos e marrësh për keq kur në ditën më të bukur në jetën tënde mungojnë ata që duhen më së shumti. Ka net që nuk më zë gjumi, ri e shikoj fotot e vjetra. Unë edhe ai me pantallonat të grisura, duke qeshur në shi. Kush do ta mendonte që ajo qeshje do të mbytej nga një copë letër pronësie. Nuk më mungon prona. Më mungon ai, vllau im.
Më mungon vëllai që dikur më mbronte në rrugë, që më sillte bukë kur unë s'kisha asgjë. Tani as ai nuk më sheh më në sy. Në rrugë kalon përballë meje sikur unë të isha e huaj. E unë ul kokën që të mos më sheh me lot. Kam menduar shpesh t'i shkruaj e t'i them: vëlla, s'dua asgjë tjetër veç paqe. Por sa herë marr telefonin më dridhen duart. Sepse frikësohem nga heshtja e tij. Ajo heshtje është më e rëndë se çdo fjalë e keqe. E megjithatë, në zemrën time s'kam urrejtje, kam vetëm mall. Dua që një ditë ulemi bashk, pa llogari, pa letra, pa inate. Të kujtojmë babain, të qeshim si dikur dhe të mos lejojmë që prona të na varos dashurinë. Sot çdo herë që shikoj vajzën time i them: mos haro kurrë. Pasuria shkon, por familja duhet të mbetet. Ndoshta një ditë vëlla im do e kuptoj, ndoshta do të më marrë në telefon, ose thjesht do më shoh në rrugë dhe do më thot: më fal. E unë s'do t'i them asgjë tjetër veç se të kam dashur gjithmonë vëlla, sepse sa do të na ndaj prona, gjakun ton nuk e ndan askush. Në fakt, këto janë fjalët e një motre, e një vllaut, më falni, drejtuar vllaut të tij. Unë kam dy fjalë për të thënë për këtë histori. Nga vrasja e gjyqtarit në Shqipëri, arritëm të kuptojmë që problemi serioz i pronave për shqiptarët po ndan çdo ditë më shumë vëllezërit, motrat, familjen në tërësi. Ne duhet të jemi zemërgjër, duhet të jemi shpirt mëdhenj, duhet të jemi me këmbë në tokë dhe duhet të kuptojmë që përpos dashurisë së vërtet familjare, përpos dashurisë së vërtet shpirtërore, asnjë gjë nuk është më e rëndësishme në këtë jetë se sa ne t'i dhurojmë një puthje dhe një përqafim njëri tjetrit. Nuk është e rëndësishme as prona, nuk është e rëndësishme as përditshmëria. E rëndësishme është vërtetësia e dashurisë që ne kemi për njëri tjetrin. Dhe pikërisht kjo histori na çon të mendojmë: vallë, do t'i marrim me vete ato prona? Vallë, do të ngrisin ato prona kënaqësinë tonë shpirtërore, se sa mund të na e ngrit kënaqësinë tonë shpirtërore qëndrimi me familjen, me njerëzit tanë të dashur? Kjo mbetet një pikpyetje e madhe, shumë e madhe. Andaj, unë apeloj që të gjithë të jemi me këmbë në tokë, të gjithë të kuptojmë se përpos dashurisë familjare asnjë gjë tjetër nuk është e rëndësishme, ndërsa gjërat e tjera janë thjesht të pavlera që ne i fokusojmë për t'i bërë të vlera. Ne duhet të fokusojmë shpirtin ton, gjakun ton dhe duhet të ruajmë vllazërinë që dhe fëmijët tanë të njohin xhaxhallar, daja dhe teze. Uroj që kjo histori t'ju bën të gjithëve të reflektoni dhe të merrni mendimin dhe guximin për të treguar që jeta është shumë e bukur dhe prona nuk ka rëndësi.